Përshëndetje, sot me ju është mësimdhënësja Rabi Osmani. Do të mbajmë një orë mësimore nga lënda e matematikës për klasën e dytë. Nisja mësimore që do ta zhvillojmë është përshkrimi i formave DD. Bota përreth nesh është plot me forma, ndërsa disa forma ekzistojnë vetëm në sipërfaqe të sheshta, të tjera ekzistojnë kudo tjetër. Këto forma klasifikohen 2D ose 3D. Një formë 2D është një figurë që ka vetëm gjatësi dhe lartësi si dimensioni i saj. Për shkak se format 2D shtrihen në një sipërfaqe të sheshtë, ato njihen gjithashtu si figura të planeve ose forma të aeroplanit. Format 2D nuk kanë vëllim. Rrethi, llojet e trekëndshave, katrori, drejtkëndshi dhe pentagoni janë disa nga shembujt më të zakonshëm të formave 2D. Në vazhdim, do të përsërisëm format 2D sepse i kemi mësuar në gjysmëvjetorin e parë. Pra, trekëndshi para brinjës, trekëndshi brinjë ndryshëm, trekëndshi kënd drejt, trekëndshi barakrahës, drejtkëndëshi, katrori, pesëkëndëshi, gjashtkëndëshi dhe rrethi. Ti përsërisëm edhe një herë së bashku. Trekëndshi barabrinjës, trekëndshi brinjë ndryshëm, trekëndshi kënd drejt, trekëndshi barakrahës, drejtkëndëshi, katrori, pesëkëndëshi, gjashtkëndëshi dhe rrethi. Pra, cila formë 2D është kjo? Përgjigjena së bashku është trekëndëshi, vija e mbyllur e thyer, e cila përbëhet prej 3 segmenteve dhe pjesës së rafsh të thurur në të quhet trekëndësh. Në vazhdim, do të numërojmë sa kulme ka trekëndshi. Kulmet janë të paraqitura me pika, ndërsa segmentet janë me ngjyrë të zezë dhe këndet i kemi paraqitur këto. Ti numërojmë sa kulme ka trekëndëshi. 1, 2, 3. Tani sa brinjë ka trekëndëshi? Trekëndëshi ka 1, 2, 3 brinjë. Sa kënde ka trekëndëshi? 1, 2, 3 kënde. Pra të përsërisëm së bashku. Trekëndëshat kanë 3 kulme, 3 brinjë dhe 3 kënde. Cila formë 2D është kjo? Kjo është forma 2D katrori. Katrori është drejtkëndshi i cili ka 4 brinjë të barabarta. Pra të gjithë brinjët tek katrori janë të barabarta. Në vazhdim do t'i numërojmë brinjët. 1, 2, 3, 4. Pra, katrori ka 4 brinjë. Tani të numërojmë sa kulme ka katrori. 1, 2, 3, 4 kulme. Dhe të shohim sa kënde ka katrori. 1, 2, 3, 4 kënde. Të përsërisëm së bashku. Katrori ka 4 kulme, 4 brinjë dhe 4 kënde. Cila formë 2D është kjo? Kjo është drejtë këndëshi. Një drejtkëndësh është 4 këndësh, çdo kënd i brendshëm i të cilit është i drejtë. Pra, çdo kënd i brendshëm i drejtkëndshit është kënd drejt. Domethënë është 90°. Brinjët e kundërta janë paralele dhe kanë gjatësi të njëjtë. Pra, brinjët e kundërta. Shqioni janë paralele dhe kanë gjatësi të njëjtë. Të numërojmë sa brinjë ka drejtkëndëshi. 1, 2, 3, 4. Pra drejtkëndëshi pas ka 4 brinjë. Të shohim sa kulme ka drejtkëndëshi. 1, 2, 3, 4 kulme. Të shohim sa kënde ka drejtkëndëshi. 1, 2, 3, 4 kënde. Ti përsërisëm së bashku.
drejt këndësh i ka 4 kulme, 4 brinjë dhe 4 kënde. Po cila figurë është kjo? Pra kjo është peskëndëshi. Peskëndësh quhet figura e mbyllur gjeometrike që ka 5 brinjë dhe 5 kënde. Të numrojmë sa brinjë ka peskëndëshi. 1, 2, 3, 4, 5. Pra pas ka 5 brinjë. Të shohim sa kulme ka peskëndëshi. 1, 2, 3, 4, 5 kulme. Dhe të numrojmë sa kënde ka peskëndëshi. 1, 2, 3, 4, 5 kënde. Ti përsërisëm së bashku. Peskëndëshi ka 5 kulme, 5 brinjë dhe 5 kënde. Atëherë të shohim figurën tjetër, pra formën tjetër t'i dë 6 këndësh. 6 këndësh quhet figura e mbyllur gjeometrike që ka 6 brinjë dhe 6 kënde. Ti numrojmë brinjët e 6 këndëshit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Të numrojmë të shohim sa kulme ka 6 këndëshi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tani të shohim sa kënde ka 6 këndëshi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhe të përsërisëm së bashku, pra 6 këndësh paska. 6 kulme, 6 brinjë dhe 6 kënde. Në vazhdim do të shohim rrethi. Rrethi është një vije lakuar e mbyllur, ku çdo pikë e kësaj vije ka largësi të barabartë nga një pikë që quhet qendra e rrethit. Pra si mendoni të dashur nxënës, sa kulme, sa brinjë dhe kënde ka rrethi? Shikojmë këtu kulme, brinjë apo kënde? Jo, pra rrethi ka 0 kulme, 0 brinjë dhe 0 kënde. Të përsërisëm format t'i pra 3 këndshin, 4-orin, drejt këndshin, 5 këndshin, 6 këndshin dhe rreth. Dhe të shohëna sa brinjë, sa kulme dhe sa kënde ka. Pra përsërisëm së bashku dhe numrojmë së bashku. Sa brinjë ka 3 këndëshi, pra numrojmë 1, 2, 3. 3 këndëshi ka 3 brinjë. Atëherë sa kulme ka 3 këndëshi. 3 këndëshi të numrojmë 1, 2, 3. Ka 3 kulme. Dhe sa kënde ka 3 këndëshi, të numrojmë së bashku 1, 2, 3. Pra 3 këndëshi ka 3 brinjë, 3 kulme dhe 3 kënde. Atëherë, sa brinjë, kulme dhe kënde ka 4-ori? Të numrojmë brinjët 1, 2, 3, 4. 4-ori ka 4 brinjë. Të shohim në vazhdim se sa kulme ka 4-ori. Të numrojmë 1, 2, 3, 4 kulme. Sa kënde ka 4-ori? 1, 2, 3, 4. Pra, 4-ori ka 4 kënde. Të shohim edhe një herë t'i përsërisëm. 4-ori ka 4 brinjë, 4 kulme dhe 4 kënde. Vazhdojmë te drejt këndëshi. Drejt këndëshi, sa brinjë, sa kulme dhe sa kënde ka. Drejt këndëshi ka 1, 2, 3, 4 brinjë, të shohim sa kulme, 1, 2, 3, 4 kulme, dhe të shohim sa kënde, 1, 2, 3, 4 kënde. Pra drejt këndëshi ka 4 brinjë, 4 kulme dhe 4 kënde. Të shohim sa brinjë, kulme dhe kënde ka peskëndëshi. Ti numrojmë brinjët 1, 2, 3, 4, 5. Ti numrojmë kulmet 1, 2, 3, 4, 5 kulme. Numrojmë këndet 1, 2, 3, 4, 5 kënde. Pra peskëndëshi ka 5 brinjë, 5 kulme dhe 5 kënde. Të shohim në vazhdim 6 këndëshin, sa brinjë, sa kulme dhe sa kënde ka. Ti numrojmë së bashku brinjët 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra pas ka 6 brinjë. Të shohim sa kulme ka 6 këndëshi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kulme. Dhe sa kënde 1,
2, 3, 4, 5, 6 kënd. Po rrethi sa brinjë, sa kulme dhe sa kënde kisht, rrethi pra ka 0 brinjë, 0 kulme dhe 0 kënde. Në vazhdim pra, hap një libri në faqe 17 tek mësimi për shkrimi formave DD. Dhe kemi të paraqitur një katror me pika, ku është i vizatuar një katror. Atëherë pyetja është, sa brinj ka katrori dhe sa kulme ka katrori? Ti numrojmë së bashku. Ti shohim sa brinjë ka katrori. 1, 2, 3, 4. Pra, katrori ka 4 brinjë. Të vazhdojmë sa kulme, ti numrojmë së bashku. 1, 2, 3, 4. Pra, katrori ka 4 kulme. Vazhdojmë tek detyra e parë. Detyra e parë thot vizato katror dhe pastaj vizato një katror tjetër. Tek pikat e paraqitura. Në pjesën vizato katror kemi vizatuar një katror. Dhe në pjesën tjetër vizato një katror tjetër. Kemi vizatuar një katror në formë të baklavës apo rombin. Tani, sa brinjë ka katrori? Ti numrojmë së bashku të dy katrorat, sa brinjë ka? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pra, katrori pas ka 4 brinjë. Të shohim sa kulme ka katrori. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pra, 4 kulme pas ka katrori. Vazhdojmë detyrën e dytë, ku thot detyra vizato 3 këndësh. Vizato një 3 këndësh tjetër. Pasi në fillim të orës, pam disa lloje të 3 këndësha. 3 këndëshat para krahës, kënd drejt, 3 këndësh para brinjës. E kështu me radhë, tu kemi paraqitur një 3 këndësh para krahës. E këtu kënd drejt. Pra, ju të mund të vizatoni sipas dëshirës tuaj 2 lloje të 3 këndëshave. Të numrojmë sa brinjë ka 3 këndësh. 3 këndëshi pra ka 1, 2, 3 brinjë. Të numrojmë brinjët e 3 këndëshi tjetër. 1, 2, 3 brinjë. 3 këndëshi pas ka 3 brinjë. Sa kulme ka 3 këndëshi, të numrojmë së bashku. 1, 2, 3. 1, 2, 3.